Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë prezantimit të kandidatëve për deputet në Vallën e Dejës deklaroi se qytetarët shqiptarë meritojnë një të ardhme më të ndritur dhe një Shqipëri që të ofrojë mundësi dhe dinjitet për të gjithë. Ai theksoi se Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme, por është në duar të gabuara që po e shkatërrojnë me varfëri dhe mjerim. Hajde urdhër nesër, ose hajde këtu po deshe. Ja në këtë të bëjmë një debat. Tu themi shqiptarëve, çfarë do bëjmë ne dhe çfarë do bësh ti? Jo të kopjosh aty. Të kopjosh si që të them se s'do të përprishgojnë programin që para 3 muaje që i humner. Nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Nuk mund të dalë. Se ka nga flok të kënd mashtrime. Ndaj dhe ne në 11 maj votojmë njëshin, numrin hyjnor, votojmë njëshin, numrin e diellit, votojmë njëshin, numrin e fitores. Duke kërkuar votën për numrin 1 të shqiptarëve, Berisha bëri thirrje që të mos votojnë Tom Doshin dhe kandidatët e tij në këtë zgjedhje. Këtu është Partia Demokratike, është dhe kandidati, apo kandidatët, shiko që bënë, e Toms. Tani, ju bëj thirrje banorëve të trushit, fshatit të Toms. Toma i cili ka po thuj 20 vjetë si Argati Edi Rams, çfarë bëri për ju, o të nërur banorë të trushit përveç se një rrugice që edhe atë nëpërmjet bashkisë. Pra, asnjë kontribut. Bleu një parti, pa voton kush për parti të blerë. A votohet për parti të blerë o miq? Po kur, mon? Po në qofë se ka gjë të shpifur, qofë se ka gjë të shtirë, është partia e blerë. Haje bleu Partinë Social-Demokrate. Pra, pse i them këto? I them këto se çdo vot për Tomen është për pasurimin e Toms. Tani ju nuk keni borxh, nuk kanë borxh banorët e këtij qyteti, e kësaj bashkie, as të Shkodrës të votojnë për pasurimin e Tom Doshit. A e dini ju që ai fiton 3.000 tendra vit nga Edi Rama? Dhe bashkë me Vil Manushin, me ato ilaçet tyre të skaduara i kanë si i kanë e ndryshon dhe ligjin, qëndrojnë në themel të gjëmës shqiptarëve që nuk gjejnë ndërman nga ilaçet që pinë, që marrin, se i kanë pa efekte. Ndaj dhe ju bëj thirrje, njerëz të mençur, njerëz të mirë, votoni për veten tuaj dhe jo për pasurimin e Tom Doshit, se gjithë aparati ndanë me Edi Ramën dhe nuk ka bërë asnjë gjë, as për Trushin, as për Vallën e Dejës, për askën tjetër përveç veten e tij. Edhe në malësi të madhe, kreu i demokratëve akuzoi qeverinë Rama se në 12 vite ka shkatruar vendin, duke u fokusuar në disa fusha të rëndësishme, si ekonomia, varfëria, pensionet, mbështetja për fermerët dhe siguria ushqimore. Edhe për ata që i quan paterica të qeverisë, grupimin e Lulzim Bashës e kishte një thirrje. Berisha ironizoi replikat mes dy politikanëve duke i cilësuar ato si një gidivili e të përditshme. Sipas tij kjo përballje është pa vlerë dhe tregon keqpërdorim të opozitës nga Lulzim Basha. Por Shqipëria pa opozitë ishte natë zezë. Shqipëria pa opozit, apo me opozit të kontrolluar, cili do që mund dyshoj, dhe iftoj dhe këta kokajt që janë këtu, që nuk e di, më shtesin braven duket. Iftoj, o zotri, në qofë se u ka mbetur në gjakun tuaj 1 miligram, demokrati, me doni 1 minutë, se ku do ishte sot opozita, po të ndishti i dili Rama Barava, e shifni ku përfundoj se zhdodh me Lulzim Braven, gili vili milit, gjdo dit. A ka keq përdorim më të madh se ky? A mund pranoja unë një gjë të tillë? Kur?